I gjithë qyteti ishte mbledhur në sallën e madhe të dasmës, dritat shndrisnin mbi tryezat e zbukuruara, dhe muzika luante butësisht. Nusja shkëlqente në fustanin e bardhë, duke buzëqeshur për fotografinë e ditës së saj më të bukur. Por papritur, një tingull i çuditshëm ndaloi çdo gjë. Babai i saj u ngrit, fytyra e tij e tensionuar dhe sytë e mbushur me frikë dhe zemërim. Ndalohet kjo martesë, tha me zë të lartë, duke e shtangur të gjithë. Sekreti që ai mbante për dhëndrin, një të kaluar kriminale që mund të shkatëronte jo vetëm martesën, por gjithë jetën e vajzës së tij, po dilte në dritë. Çfarë kishte zbuluar babai? Çfarë fshehje kishte dhëndri që askush nuk e dinte? Tensioni ishte i padurueshëm. Vajza e lira nuk mund ta besonte çfarë po ndodhte. Çdo moment i përgatitjes së dasmës, çdo buzëqeshje dhe çdo përqafim me familjarët, tani dukej si një ëndër e thyer. Ajo shikoi baban e saj, një burr i fuqishëm dhe i vendosur, që rinte përpara të gjithëve me një autoritet që nuk pranonte kundërshtime. E lira, tha ai me zë të dridhur, por të fortë, kam informacion që duhet ta dish për të ardhmen tënde, dhe për këtë martesë. Dhëndri, Arlind, duke i qetë në fillim, si dikush që kishte kaluar shumë sfida dhe nuk trembe nga fjalët. Por tensioni rritej me çdo sekond. Babai u afrua me një dosje të trash, mbushur me dokumente, fotokopje dhe artikuj të gazetarëve lokal. Ai e hodhi në tavolinë përballë të gjithëve. Kjo është e vërteta, Arlind, tha ai. Dikur ishe i përfshirë në aktivitete kriminale. Dhe këto nuk janë thjesht histori të kaluara, janë fakte të dokumentuara. Elira u tundua. Zemra e saj po rrihte me një shpejtësi të çmendur. Ishte pabesueshme që njeriu që ajo kishte dashur, që kishte marrë zemrën e saj dhe premtuar një jetë të lumtur, kishte një të kaluar të errët që mund të ndryshonte gjithçka. Ajo kërkoi sytë e Arlindit, duke kërkuar një shpjegim, një justifikim, një fije të vërtete që të mbante shpresë. Arlindi ngriti supet, përpiqej të ruante qetësinë. Elira, nuk është ajo që duket. Gjithçka ka një kontekst, dhe unë nuk jam ai që kam qenë dikur, filloi ai. Por fjalët e tij u mbytën nga zhurma e njerëzve që po prisnin një sqarim. Babai, i cili kishte kaluar javë të tëra duke hetuar të kaluarën e dhëndrit, nuk mund të pranonte zgjidhje të pjeshme. Ai kishte frikë për vajzën e tij dhe për reputacionin e familjes. Asnjë justifikim nuk mund të fshijë këtë, tha me vendosmëri. Elira meriton të di me kë po lidh jetën e saj. Në atë moment atmosfera u ngulfat. Miqtë dhe familjarët e pranishëm ndjenin tensionin. Disa shikuan në tokë, disa ishin të habitur, ndërsa të tjerët filluan të përplaseshin me supet. Çdo fjalë e thënë ishte një peshë mbi shpirtin e nusës, dhe çdo heshtje kishte një tingull të frikshëm. Elira u kthye te dhëndri dhe e pyeti me një zë të dridhur. Pse nuk më e the gjithë të vërtetën më parë? Arlindi heshti për një moment të gjatë. Më në fund ai u përgjigj. Sepse kisha frikë se do të më gjykonit vetëm për atë që kam bërë dikur, dhe jo për atë që jam tani. Babai nuk pranonte fjalë të tilla. Ne nuk gjykojmë të kaluarën për të dëmtuar, tha ai. Ne thjesht duam të sigurohemi që vajza jon nuk do të futet në një jetë të rrezikshme. Çfarëdo që do të vendosësh, duhet ta bësh me të gjithë informacionin para teje. Elira u ndje e ndarë. Zemra i thoshte të ndiqte dashurinë, por mendja i sugjeronte kujdes. Çfarë roli kishte luajtur Arlindi në ato ditë të errëta? A kishte ndryshuar vërtet apo vetëm e kishte fshehur të kaluarën? Në pak minuta, familja e saj filloi të bisedonte me Arlindin. Çdo detaj i zbuluar ishte më i dhimbshëm se tjetri. Arrestime, akuza dhe kontakte me persona të rrezikshëm. Një copëzë të kaluarës së dhëndrit që asnjë nuk e kishte ditur deri tani po vinte në dritë si një rufe që shkatëron qetësinë e një dite të shenjtë. Elira mbeti e tronditur, duke ndjer një përzierje frike, zemërimi dhe trishtimi. Çdo vendim që ajo do të merrte tani kishte peshë të madhe, jo vetëm për martesën, por për të gjithë të ardhmen e saj. Të gjitha syt ishin mbi të. Ajo mund të zgjete të qëndronte pranë dashurisë që kishte dashur gjithë jetën, apo të dëgjonte baban dhe të tërhiqej nga një jetë që mund të ishte plot rrezik. Në atë moment, një heshtje e thellë mbuloi sallën e madhe të dasmës, dhe çdo frymëmarrje dukej si një tundim i pandërprer nga të ardhmen që nuk mund të parashikohej. Pas asaj që ndodhi në sallën e dasmës, gjithçka u kthye në një kaos të butë dhe të mbushur me tension. Miq dhe familjarë që kishin ardhur për të festuar, tani shikonin me sy të çakërdisur se si një ditë që pritej të ishte e gëzuar po kthehej në një shfaqje dramatike të kaluarës dhe sekretit të dhëndrit. Elira, e mbërthyer mes frikës dhe zemërimit, u tërhoq pak nga turma,
duke kërkuar një vend të qetë ku të mund të mendonte. Zemra i dridhej dhe mendja i kalonte në një vrim të errët. Ajo kishte besuar tek Arlindi dhe tek ëndra e tyre e përbashkët. Por tani çdo kujtim duke i kontestuar. Çfarë tjetër mund të fshihte ai? Babai, duke ndjer përgjegjësinë e tij si prind dhe mbrojtës i vajzës, nuk mund të hiqte dorë. Ai kërkoi që Arlindi të sqaronte çdo detaj të kaluarës. Çfarë lloj veprash kriminale ke bërë? Pyeti me një zë që nuk pranoi asnjë justifikim. Arlindi, i cili fillimisht duke i qetë, tani shikoi rreth sallës dhe pa fytyrat e shokëve të tij, fytyrat e familjes së Elirës, dhe pash frikën e përzier me zhgënjimin. Ai e dinte që nuk ishte rrugëthimi, por vendosi të tregonte të vërtetën pjesë-pjesë, duke filluar nga kaluara e tij më errët. Arrestime për shkelje të ligjit, lidhje me persona të rrezikshëm, dhe një episod të rrezikshëm ku kishte qenë i përfshirë në aktivitete që mund të shkatërronin jo vetëm jetën e tij, por dhe reputacionin e të tjerëve. Mysafirët filluan të buqisnin me përshpërima dhe shikime të pabesueshme. Disa nuk mund të kuptonin si një njeri që duke i kaq i qetë dhe i respektueshëm kishte kaluar një histori kaq të turbull. Një pjesë e tyre u përpoq të shihte nëse Elira do të qëndronte pranë tij apo do të largohej. Elira ndjeu një peshë të madhe mbi supet e saj. Ajo e kishte dashur Arlindin me gjithë shpirtin, por tani ndihej tradhtuar, e mashtruar dhe e rrezikuar. Një pjesë e saj donte të ikte menjëherë, por një tjetër pjesë e saj, ajo që kishte ndëruar për këtë ditë gjithë jetën, donte të kuptonte se a kishte ndryshuar vërtet ai. Babai nuk ishte i kënaqur. Ai nuk e shihte vetëm si një tradhti të mundshme, por si një kërcënim të drejtpërdrejtë për vajzën e tij. Ai nisi të shfaqte dokumente më të detajuara, artikuj të gazetave lokale, raporte policore dhe dëshmi të personave që kishin punuar me Arlindin në të kaluarën. Çdo dokument tregonte një pjesë tjetër të një mozaiku të errët, duke lënë të kuptuar se dhëndri kishte fshehur të vërtetën me mjeshtëri për vite të tëra. Një moment i tensionuar ndodhi kur një mik i vjetër i familjes u përpoq të ndërhyj. Elira, mos e dëgjoj gjithë këtë. Njerëzit kanë të kaluarën e tyre, njerëzit ndryshojnë, tha ai, duke shikuar Arlindin, por babai nuk pranoi. Ky nuk është rasti i zakonshëm, tha ai. Ky është një lajm që duhet të dihet para se të ndërtohet një jetë e përbashkët. Nuk mund të ndërtohet lumturia mbi gënjeshtra. Elira ndihej e coptuar. Çdo fjalë, çdo dokument, çdo shikim i familjes ishte si një goditje që e shtynte drejt një vendimi që nuk donte ta merrte. Zemra e saj ishte një përzierje frike, zemërimi dhe dhimbjeje. Ajo i kuptonte arsyet e babait, por dashuria e saj për Arlindin e pengonte të largohej menjëherë. Në atë moment Arlindi foli përsëri. Elira, unë kam ndryshuar. Nuk jam më ai që kam qenë. Çdo gabim që kam bërë është pjesë e së kaluarës, dhe unë jam gati të jetoj vetëm për ty. Por duhet të më besosh. Fjalët e tij ishin të fuqishme, por për Elirën ato ishin një sfidë për besimin e saj. A mund të besonte tek dikush që kishte fshehur kaq shumë? A mund të falte të kaluarën dhe të pranonte një të ardhme të pasigurt? Babai, duke parë dilemat e vajzës, e kuptoi që nuk mund ta detyronte. Ai mund të vetëm të tregonte të vërtetën dhe të sugjeronte kujdes. Vendimi është jotja, Elira, por mos harroni, dashuria nuk duhet të na verbërojë nga e vërteta. Mysafirët filluan të largoheshin një pjesë nga një pjesë, duke lënë pas tensionin e pambaruar. Disa ishin shokuar, të tjerët thjesht nuk dinin çfarë të mendonin. Por për Elirën dhe Arlindin, kjo ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ku secili do të duhej të përballonte të kaluarën dhe të ardhmen e tij. Në heshtjen që pasoi, Elira u përkul dhe mori frymë thellë. Zemra e rrite fort, por një pjesë e saj filloi të kuptonte që çdo histori e errët mund të kishte një mundësi për t'u transformuar. Ajo e shikoi Arlindin dhe pa përpjekje në sytë e tij, dëshirën për të treguar se kishte ndryshuar. Megjithatë, vendimi nuk ishte i lehtë. Ajo do të duhej të zgjedhë mes dashurisë që kishte ndjerë gjithmonë dhe rrezikut që vinte nga e kaluara e dhëndrit. Një vendim i nxituar mund të shkatëronte gjithçka, por një vendim i matur mund të sillte falje, besim dhe një fillim të ri. Pas disa minutash heshtje, babai e thirri Elirën pranë. Bëj atë që ndjen se është e drejtë, i tha me zë të butë, por të vendosur. Por kujto, çdo hap që bën do të ketë pasojë. Elira e ndjeu këtë si një përgjegjësi të madhe mbi supet e saj. Një ditë që kishte nisur me gëzim dhe pritshmëri, tani ishte kthyer në një test të dashurisë, besimit dhe kurajës. Dhe ndërsa ajo shikonte Arlindin, e dinte se çdo vendim që merrte nuk do të ishte vetëm për të, por për të gjithë ata që donte dhe që donin të shikonin të lumtur.
Pas orëve të para të ngjarjes së pabesueshme, atmosfera në sallën e dasmës ishte bërë ngarkuar, e lodhshme dhe e papërshtatshme për një festë. Shumë mysafirë kishin dalë jashtë për të marrë frymë, duke diskutuar nën zë për sekretin e dhëndrit, ndërsa të tjerët qëndronin brenda, të përfshirë në një heshtje të rëndë që kishte zënë vendin e muzikës dhe gëzimit. Elira rinte e ulur në një stol pranë tavolinës kryesore, me duart e saj të kapura fort dhe sytë e mbushur me lotë. Zemra i dridhej dhe mendja nuk mund të ndalej së menduari. Çfarë do të bënte? A do të pranonte të martohej me Arlindin pavarësisht të kaluarës së tij? Apo do të zgjete sigurinë dhe këshillën e babait të saj? Babai i saj, i cili qëndronte pranë saj, e shikoi me një përzierje dhimbjeje dhe vendosmërie. Ai e dinte që çdo fjalë e tij kishte peshë, por e dinte gjithashtu se nuk mund ta detyronte vajzën të merrte vendime që do ta shkatërronin të ardhmen e saj. Elira, më dëgjo. Nuk ka rëndësi sa e do dikush, nëse e kaluara e tij mund të dëmtoj, i tha ai, duke vendosur dorën mbi shpatullën e saj. Arlindi nga ana tjetër ishte qetësuar pak, por tensioni i tij ishte i dukshëm. Ai e kuptonte që çdo fjalë e tij tani do të vendoste fatin e marrëdhënies së tyre. Elira, unë nuk mund të ndryshoj të kaluarën, por mund të premtoj se çdo hap i ardhshëm do të jetë për ty, tha ai, duke u përpjekur të tregonte sinqeritet. Një pjesë e mysafirëve nuk mund të kuptonin pse dasma nuk ishte ndalur plotësisht. Një mik i afërt i familjes u ngrit dhe tha: "Nuk është e lehtë për askën të ballafaqohet me të kaluarën, por gjithsecili ka të drejtën të ndryshojë." Por babai e ndërpreu me vendosmëri: "Ky nuk është rasti i zakonshëm. Ky është një njeri që ka fshehur një histori të madhe kriminale dhe tani po përpiqet të hyjë në jetën e vajzës sime. Duhet të jemi të kujdesshëm." Tensioni arriti pikën kulminante kur një mik tjetër i familjes, një avokat që kishte ndjekur raste të ngjashme në qytet, u afrua dhe hodhi një ide që do të trondiste të gjithë. Ndoshta do të ishte më mirë të përballoheni me të kaluarën në një mënyrë zyrtare. Dokumentet dhe informacioni që keni mbledhur duhet të verifikohen para se të merrni vendime të shpejta. Kjo ide e avokatit krijoi një ndarje midis mysafirëve. Disa mendonin se ishte e drejtë, të tjerët mendonin se po zvarrisnin vendimin që tashmë duhej marrë. Por për Elirën, kjo ishte një mundësi. Një mundësi për të parë të vërtetën në sy dhe për të kuptuar nëse Arlindi ishte vërtet ndryshuar. Arlindi u ngrit dhe foli për herë të fundit para vendimit. Elira, çdo gjë që kam bërë, çdo gabim, çdo vendim i keq që kam marrë, më ka sjell këtu tek ti. Unë dua të tregoj se mund të jem ndryshe, por nëse nuk mund të më besosh, nuk mund të detyroj. Elira e kuptoi që nuk kishte më kohë për dyshime të vazhdueshme. Zemra i thoshte të ndiqte dashurinë, por mendja i thoshte të qëndronte e kujdesshme. Ajo mori frymë thellë dhe vendosi të përballet me të kaluarën e Arlindit në mënyrë direkte. Unë nuk mund të harroj atë që ke fshehur, tha ajo duke shikuar sytë e tij. Por dua të kuptoj gjithçka. Nuk dua të filloj diçka pa ditur të vërtetën. Babai i saj e përqafoi këtë vendim me një përzierje lehtësimi dhe shqetësimi. Ai e dinte që kjo ishte prova më e madhe për vajzën e tij. Të kuptonte nëse mund të falte, të besonte dhe të vazhdonte me dashurinë e saj, ose të zgjidhte rrugën më të sigurt. Arlindi, duke ndjer peshën e fjalëve të saj, filloi të tregojë çdo detaj që kishte fshehur. Ai foli për gabimet e tij, për marrëdhëniet e rrezikshme që kishte pasur në të kaluarën, për momentet kur ishte ndjer i humbur dhe kishte marrë vendime të gabuara. Çdo fjalë ishte një hap drejt transparencës dhe ndërtimit të besimit që kishte humbur. Mysafirët e pranishëm dëgjonin me një kombinim frike dhe habie. Ata kuptuan që Arlindi po përpiqej të tregonte ndryshimin e tij, dhe që tani gjithçka vare nga vendimi i Elirës. Elira, e ndjer më e qetë, por ende tensionuar, e kuptoi se ky ishte momenti i saj. Një vendim i nxituar mund të shkatëronte gjithçka, por një vendim i matur mund të sillte një fillim të ri. Ajo e shikoi baban e saj dhe mori një frymë të thellë. Unë do të dëgjoj çdo gjë dhe do të vendos vetë. Në atë çast, një qetësi e përkohshme mbuloi sallën. Çdo sy ishte mbi të dy, çdo frymëmarrje duke e rënd, dhe çdo mendim për të ardhmen mbante peshën e së kaluarës. Në minutat që pasuan, Elira filloi të dëgjonte historinë e plotë të Arlindit, duke kuptuar gabimet, frikën dhe përpjekjen për të ndryshuar. Ajo e kuptoi që dashuria e saj nuk mund të mohohej, por gjithashtu e kuptoi rëndësinë e kujdesit dhe të qëndrueshmërisë. Kjo ishte një ditë që askush nuk do ta harronte. Një ditë që kishte filluar me gëzim, por që kishte zbuluar të kaluarën, sekrete dhe sfida të mëdha.
Për Elirën dhe Arlindin, kjo ishte vetëm fillimi i provës së tyre më të madhe. Nëse dashuria mund të përballonte të kaluarën, fshehtësitë dhe frikën, apo nëse do të shkatërrohej nga e kaluara që kishte mbetur e pasgjidhur. Pas përballjes dramatike në sallën e dasmës, çdo gjë ishte ndryshuar. Çdo buzëqeshje, çdo tingull i muzikës dhe çdo fjalë shkëmbyer më parë kishte humbur fuqinë e saj. Tani, gjithçka mbante peshën e së kaluarës së dhëndrit dhe vendimin e vështirë të Elirës. Elira u ul pranë babait të saj dhe mori frymë thellë. Ishte një moment reflektimi i thellë. Ajo e dinte që çdo hap që do të bënte tani do të kishte pasoja për jetën e saj dhe për familjen. Babai megjithatë qëndroi pranë saj, duke mbështetur por pa imponuar vendimin e tij. Elira, çfarëdo vendimi që merr, e rëndësishme është të jesh e sigurt dhe të mos tërhiqesh vetëm nga emocionet, i tha ai me zë të butë, por të qartë. Ndërkohë Arlindi qëndronte i heshtur, duke pritur. Ai e dinte që çdo fjalë mëtejshme nuk do të kishte rëndësi pa pranimin e besimit të vajzës. Ai kishte treguar të kaluarën e tij dhe kishte shpresuar që sinqeriteti të ishte mjaftueshëm për të ndërtuar një fillim të ri. Mysafirët që kishin mbetur në sallë ndiheshin si dëshmitar të një historie që shpalosej hap pas hapi. Disa shikonin me habi, të tjerë me shqetësim, dhe disa thjesht nuk dinin si të reagonin. Një pjesë e tyre filloi të diskutonte nën zë. A mund të ndryshojë një njeri i tillë? A është dashuria e Elirës e mjaftueshme për të kapërcyer të kaluarën e tij? Ndërkohë një mik i afërt i familjes që kishte qenë avokat dhe kishte ndjekur raste të ngjashme, ju afrua Elirës dhe i tha: Elira, çdo vendim është i vështirë kur është i lidhur me dashurinë dhe të kaluarën. Por ti e di zemrën tënde dhe duhet të ndjekësh atë që mendon se është e drejtë. Elira u ndje mbështetur, por tensioni nuk ishte zhdukur. Ajo e kuptoi që kjo nuk ishte thjesht një sfidë për martesën e saj, por një provë për të matur dashurinë, besimin dhe forcën e saj. Çdo mendim për të ardhmen i sillte në mendje pyetje të rënda. A do të kishte hakmarrje nga njerëzit e të kaluarës së Arlindit? A do të mund të besonte tek ai në mënyrë të plotë? Pas pak minutash heshtjeje, Elira ngriti kokën dhe e shikoi Arlindin me vendosmëri. Arlind, unë dëshiroj të besoj, por duhet të shoh veprime, jo vetëm fjalë, tha ajo. Nëse dëshiron të jemi së bashku, duhet të tregosh që e kaluara nuk do të përsëritet dhe që mund të ndërtojmë një jetë të ndershme dhe të sigurt. Ky moment shënoi një ndryshim. Arlindi e kuptoi që dashuria e tij nuk mjaftonte vetëm me premtime. Ai duhej të tregonte për kushtim dhe të përballej me çdo pasojë të së kaluarës. Elira, unë do ta bëj çdo gjë që kërkon. Nuk jam më ai që kam qenë. Do të provosh se mund të jem njeriu që meriton dashurinë tënde, tha ai me vendosmëri dhe sinqeritet. Babai i Elirës e ndjeu një lehtësim të vogël, por tensioni mbeti. Ai dinte që ky ishte fillimi i një prove të gjatë. Nëse do të vazhdosh me këtë, do të shohim çdo hap. Nuk është një vendim që merret lehtë, i tha ai vajzës. Mysafirët filluan të riktheheshin në atmosferën e dasmës, por me kujdes. Disa ende diskutonin për të kaluarën e Arlindit, ndërsa të tjerët filluan të planifikonin mënyrën se si mund të mbështesnin çiftin në të ardhmen. Atmosfera mbeti e tensionuar, por kishte një shenjë të qartë shprese, një mundësi që dashuria të fitojë mbi të kaluarën. Në ditët që pasuan, Elira dhe Arlindi punuan së bashku për të ndërtuar besimin. Çdo veprim, çdo vendim i përbashkët ishte një provë për të treguar që ndryshimi ishte i mundur. Ata u përballën me sfida të reja, me paragjykime nga miq dhe familjarët e të kaluarës së dhëndrit, dhe me frikën që mund të rikthehej e kaluara. Në këtë proces, Elira kuptoi që dashuria nuk është vetëm për ndjenjat e bukura, por edhe për përballimin e së vërtetës dhe të fshehtave. Ajo mësoi që të falësh dhe të besosh kërkon kohë dhe kurajo. Arlindi nga ana tjetër kuptoi që transparenca dhe përgjegjësia ishin mënyra e vetme për të fituar dashurinë dhe respektin e saj. Babai i saj, duke parë përpjekjet e Arlindit, filloi të lehtësohej. Ai e kuptoi që dashuria e vajzës së tij kishte forcë dhe që Arlindi po përpiqej të ishte njeriu i duhur. Megjithatë, ai e dinte që çdo hap i ardhshëm do të kërkonte kujdes dhe vëmendje. Kështu ditët pas zbulimit dramatik u shndërruan në një periudhë reflektimi dhe rritjeje për të gjithë. Çdo karakter mësoi diçka për veten, për të tjerët dhe për rëndësinë e së kaluarës në ndërtimin e së ardhmes. Pas ditëve të tensionuara dhe bisedave të gjata, Elira ndihej më e qetë, por ende e lodhur nga emocionet që kishin pushtuar jetën e saj. Çdo moment i kaluar në shtëpi me familjen dhe me Arlindin ishte një provë besimit dhe dashurisë. Ajo kishte parë përpjekjet e tij për të treguar transparencë, kishte dëgjuar çdo pjesë të së kaluarës së tij,
dhe kishte ndjerë sinqeritetin që vinte nga zemra e tij. Babai i saj, i cili kishte qëndruar i mbrojtur dhe i shqetësuar për vajzën, e shikonte me vëmendje. Ai dinte që Elira tashmë kishte mësuar çdo gjë që mund të dinte dhe vendimi ishte vetëm i saj. Elira, çdo gjë që do të bësh tani, duhet të jetë e menduar mirë, i tha ai me një zë të qetë. Por unë besoj në të drejtën tënde të zgjedhësh. Në mëngjesin e ditës së dasmës, atmosfera ishte ndryshme nga ajo që kishte qenë pak ditë më parë. Dritat e diellit depërtonin në sallë, duke sjellë një ndriçim të butë dhe shpresë për fillimin e një kapitulli të ri. Elira e kuptoi që kjo ishte mundësia e saj për të vendosur fatin e dashurisë dhe të ardhmes së saj. Ajo ul pranë Arlindit dhe e shikoi në sy, duke ndjerë një përzierje frike, emocion dhe vendosmërie. Arlind, tha ajo, kam menduar gjatë. E di që e kaluara jote nuk mund të ndryshohet, por gjithçka që kam parë tek këto ditët e fundit më ka bërë të kuptoj diçka që unë të dua, dhe dua të besoj se mund të kemi një të ardhme së bashku. Arlindi e ndjeu një lehtësim të madh. Sytë e tij u mbushën me emocion dhe një buzëqeshje e butë u shfaq në fytyrën e tij. Elira, nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë sa i lumtur jam. Premtoj që do të bëj çdo gjë për të ndërtuar këtë jetë që ndërrojmë bashkë, tha ai me vendosmëri dhe sinqeritet. Babai, megjithse ende me një ndjesë shqetësimi, ndjeu që vajza e tij kishte marrë vendimin e duhur. Ai e shikoi Arlindin dhe tha me një ton të fortë, por të respektueshëm. Nëse do të vazhdoni së bashku, dua të shoh për kushtim dhe sinqeritet. Elira, kjo është e jotja, por duhet të jeni të dy të ndershëm dhe të kujdesshëm. Mysafirët, të cilët kishin qëndruar përreth dhe kishin ndjerë tensionin e ditëve të fundit, u lehtësuan nga ky vendim. Ata filluan të përqafoheshin, të buzëqeshnin dhe të bisedonin për gëzimin e rikthyer. Një pjesë e tyre pranuan se dashuria e vërtet mund të përballonte sfidat më të vështira, dhe se transparenca dhe përpjekja për të ndryshuar ishin çelësi i lumturisë. Në atë moment, Elira dhe Arlindi dolën para familjes dhe mysafirëve. Ata mbajtën duart e njëri tjetrit dhe me sytë e mbushur me emocion, thanë njëri tjetrit: "Do të fillojmë nga e para me sinqeritet dhe dashuri. E kaluara është pjesë e rrugës që na ka sjellë këtu, por e ardhmja do të ndërtohet nga ne." Babai i Elirës ndjeu një lehtësim të madh dhe e përqafoi vajzën e tij. Ai kuptoi që dashuria dhe vendosmëria e saj kishin qenë më të forta se çdo frikë që kishte mundur të kishte për të ardhmen e saj. Arlindi nga ana e tij ndjeu përgjegjësinë për të mbajtur premtimin dhe për të treguar se mund të jetonte në një mënyrë ndershme dhe të respektueshme. Në ditët që pasuan, përgatitjet për dasmën rifilluan me një energji të re. Çdo detaj, nga zbukurimet e ftesat, nga muzika të organizimi, kishte një kuptim më të thellë, një simbol të fillimit të një kapitulli të ri, ku dashuria dhe besimi kishin fituar mbi të kaluarën dhe sekretet e errëta. Elira dhe Arlindi, me çdo ditë që kalonte, mësonin të besonin më shumë tek njëri tjetri. Ata përballeshin me sfida të vogla dhe të mëdha, por çdo sfidë forconte lidhjen e tyre. Ajo mësoi që të falësh nuk është dobësi, por një shenjë e forcës dhe dashurisë së vërtetë. Në fund, dasma u zhvillua në mënyrën më të bukur që të gjithë mund të imagjinonin. Një ditë që kishte filluar me frikë dhe tension, u shndërrua në një festë të dashurisë dhe besimit, ku çdo personazh mësuar diçka të rëndësishme. Se e kaluara mund të ndikojë, por vendimet e ditës së sotme krijojnë të ardhmen. Elira dhe Arlindi qëndruan pranë njëri tjetrit, duke parë njëri tjetrin me sy të hapur dhe zemër të qetë. Ata e dinin që rruga nuk do të ishte gjithmonë e lehtë, por së bashku mund të përballonin çdo sfidë. E kaluara e dhëndrit kishte dalë në dritë, por dashuria e tyre dhe përpjekja për sinqeritet kishin triumfuar.